Sot jemi në një konsultimi i parë publik, mbas një pune të madhe të bërë për rikonceptimin, rimodelimin dhe ekonomizimin e Kalas së Elbasanit, një nga vendet me kulturë, me traditë, zemra e qytetit. Ka filluar puna për konceptimin dhe rimodelimin e Kalas së Elbasanit. Për Elbasanin në tërësi, Kalaja është zemra e tij. Dhe kur flasim për një turizëm i cili rritet në Shqipëri, vazhdon me një rritje konstante, nuk mundet që Elbasani të rrijë jashtë këtij zhvillimi dhe jashtë kësaj ekonomie që po vjen. Patjetër ne si bashkie kemi pasur dhe kemi në prioritetin kryesor, ka qenë një nga prioritetet tona kryesore dhe të mia si kryetar bashkie, Kalaja e Elbasanit dhe rivitalizimi i saj, patjetër edhe zonat e tjera turistike, siç janë Gjinari, Funari, Tregani, apo edhe At Quintumi, apo destinacione të ndryshme rreth Elbasanit. Por patjetër kur flasim për turizëm, flasim për qytetin e Elbasanit si magnet të fortë dhe qendra e magnetit patjetër që është Kalaja e Elbasanit. Kalaja do të bëhet zemra ekonomike e qytetit dhe pjesës turistike të saj.